Klodi, vazhdojna me ty, Klodi. Hajde. Çfarë ka ndodhur natën e partit me Benitën? A keni shkëmbyer puthje? Nuk kemi shkëmbyer puthje. Puthje. Gabim. Nuk kemi shkëmbyer puthje. Une jam për kujdes, vete kam thonë edhe une që kam qenë edhe une pak në qef. Për atë situatë unë jam dje shumë keq për faktin që Benita ka nej 2 ditë të përmen atë fjali që unë i kam thonë, sepse unë besoj që ajo ka marrë. Nuk e pyetja për me zgatë, vështë ta kemi shkëmbyer puthje. Çfarë ka ndodhur natën e partit me Çfarë ka Benitën? ndodhur apëshe? Pyetja ishte për të zgjatur. Natën e Akoma i pas ka ngel publikut mendjat e puthja. Unë jam për kujdes për ty, sepse edhe gjatë asaj nate ti ke thonë sa keq që ndi për atë pjesë, e ke përmendë disa herë dhe unë realisht jam ndje keq. Ndoshta reagimi jam ka qenë edhe për me të provu ty që realisht edhe unë jam ndje keq ty e pa, dhe të morë parasysh sa keq ti ke marrë atë koment sepse nuk ka qenë i tillë. Okej. Faleminderit. Besoj që ka Benita. qenë puthja me dashuri, me djenja, sepse aty shihet një puthje. Nuk beson a beson? Unë besoj. Beson. Beson edhe besoj që ty e ke tregu që e don shumë këtë vajzë, por nuk po shpesh. Sipas teja, okej. e Benita. don apo e ka qef o vlla, se me dash dikë, me E ka dash. qef shumë vallaj. Është gjë tjetër dhe të pëlqej një vajzë se një djalë është gjë tjetër, se ju po gatroni. Çdo pjesë që kalon, kudo që kalon Benita, ky e këshill. Edhe atë ditë në jacuzzi. A i dallon do të dy gjërat po? Dashuri për dikë të ndjesh. Tjetër unë pesho reagimi i tij vëlla. Reagimi i tij pesho që ky vdes kur po kalon kjo. Me shumë keq. Fol me fjalë ludos. Nejse, Jo, okej. ju vazhdu me një strategji se Okej, mundojni me prej Benita. ndoshta 1% tjetër. Faleminderit, Benita.